Është e njohur publike që unë në 21-shin kam kriju një lëvizje. Unë ishe një vit përpara nënkryetare e Partisë Demokratike dhe vura re se në krye të Partisë Demokratike ishte njëri të cilin ju e kontrolloshit në çdo lëvizje dhe e majmoshit her mas hera te familjen e tij. Nuk të kam taku kur një jetën time, po ke taku Lulzim Bashën në mënyrë të fshehtë. Pranoj merre me vete atë dhe mos ma drejto mua. Dakor? Sigurisht që ka qenë vështirë për mu, por koha më ka lanë të drejtë dhe unë sot jam më krenare se kur të thush të vërtetën kur të tjerë tojnë të kundërtën. E dyta, për zgjedhjet në Shqipëri ke një raport të OSBE-s që thot shumë gjëra, si është përdor administrata, si është përdor paraja, si janë dhënë bonuse, si janë dhënë, janë bërë, dhe më thanë, toka, tendera, para, pensione e tjerë. Por ka një frazë, që është fraza më rëndë të cilën ju nuk e përmendni asnjëherë. Dhe thotë se në Shqipëri ndodh ajo që nuk ndodh kërkun tjetër. Vija ndarse midis pushtetit dhe partisë nuk ekziston më. Imagjinoni çka keni ba ju dhe shok tuj në diasporë, që nuk ja keni qua zarfin, që e keni shpërnda vetë zarfin, që thatë që do merrni DHL-n, por në fakt ja dha të tjerëve, që shkove vetë zotëria jote në Greqi së bashku me të gjithë kryetarët e bashkive, drejtorëve, administratën, duke I kërcënu me familjen e tyre, me motrat e vëllezërve të tyre që du hiqnin bukën e gojës nëse diaspora nuk do jepte atyre voten. Është fjali ja fundit. Ta kam thënë edhe një herë, nuk e kam me ju, e kam me të gjithë në fakt. Në Bielorusi zgjedhjet fitohen me 70%. Putini I fiton zgjedhjet me 75%. Në Shqipëri, Edi Rama I ka marrë me 90%. Kaq.